Pagese Majme Arban Osmani rikthehet në ekran për të prezantuar reality show-un e famshëm. Arban Osmani rikthehet në spektakël. Moderatorja e dashur do të vijojë sërish për publikun në një spektakël në formën e reality, këtë herë në një logo tjetër mediatike. Bëhet me dije se ajo do të prezantojë Ferma VIP, një spektakël ky që për 100 ditë sjell konkurrent VIP në një habitat të rësisht ndryshe, pasi prej kohësh i mungon televizionit, me sa duket ajo tashmë ka vendosur që të rikthehet. Pas Fioralba Ponarit dhe Luana Vjollcës, këtë herë do të jetë Arbana ajo që do të mirëpres publikun në spektaklin që do të mbahet 2 herë në javë. Nga ana tjetër, në skuadër me të, në pultin e regjis do të jetë edhe bashkëshorti i saj, Eduard Grishaj, por rikthimi në ekran i saj nënkupton edhe disa kushte që prezantuesja i ka vendosur produksionit, si për pagesën ashtu edhe për castin e personazheve që do të marrin pjesë në këtë spektakël. Ajo çfarë dihet me siguri është fakti se një ofertë shumë bujarë është bërë për të cilën vetë Arbana ka vendosur që ta pranoj. Teksa shumë është aluduar në rrjet për largimin e saj nga televizioni ku punoi për vite me radhë në programe të ndryshme, ajo i dha të gjitha përgjigjet. Këto të fundit nuk i përngjasojnë atyre që shpesh jemi mësuar t'i dëgjojmë. 2 vite më parë, ndoshta në këtë orë, në një studio të madhe me shumë drita, në programin që kishte mbërthyer shqiptarët brenda dhe jashtë kufive, e vetmja gjë që mezi po prisja të ndodhte ishte që ai program të mbaronte. Isha në pozicionin më të lakmuar që një prezantues televiziv mund të ketë: audiencë maksimale, sukses i jashtëzakonshëm, rroga me shumë zero, kontrata, marketingu, tituj në portale. Afërmend kushdo që ishte afërmeja së kohe që dëgjonte që thosha se vitin tjetër nuk do t'isha më në prezantim dhe drejtimin e Big Brother, më thoshte se po ja fut kot, se po bëj shumë gabim, se është maja e spektaklit, se do t'ishte fundi i karrierës time, se do të më mbylleshin të gjitha dyert, se nuk ka asnjëri të pazëvendësueshëm, se do të pendohesha natyrisht. Një pjesë dolën të vërteta dhe pavarësisht korit që kisha kundër në atë kohë, unë vendosa të largohesha, jo pa keqardhje, por se po humbisja diçka më të rëndësishme se suksesi, ambicia dhe parat, se po humbisja veten time, është prehur prezantuesja. Edhe pse ka bërë punën që ka dashur, Arbana ndan me publikun atë që i kishte munguar kaq shumë dhe mbase kishte tjetërsuar. Një mesazh ky që nuk është fama, suksesi, parat apo klikimet, elementët që na bëjnë të ndihemi të gjallë dhe të kompletuar. Kam filluar ta bëj këtë punë që 14 vjeç, jo për të bërë famshme, por se më buronte, se kam dashur të komunikoj me publikun, pavarësisht se nuk kam qenë imazhi perfekt i bukurisë në televizion. S'kisha as gjatësinë në ecjen, duar t'i mbaja keq, akoma i mbaj keq. Unë prap kam bërë në televizion gjithçka që kam dashur. Jo gjithmonë ja kam dalë, por nuk jam dorëzuar asnjëherë, se prindrit më kanë mësuar se duhet të luftosh për ato që do, të qëndrosh edhe kur thyesh. Dhe megjithatë, para 2 vitesh u dorëzova, u largova nga ajo studio e madhe zemërthyer, u largova duke menduar nëse kolegët e mi do të shkruanin apo do të më flisnin. Ika dhe nuk kisha asnjë plan B, asgjë. Nuk dija se çfarë doja, por dija se çfarë nuk doja dhe kaq më mjaftonte. Kisha shumë frikë, por frika për të ndryshuar nuk ishte më e madhe se frika për të qëndruar, por e mundi. Dal nga dal rikuperova kohën me fëmijët e mi, shijova jetën reale, ato që s'ka lidhje me followersat, grimin. Duke ikur nga suksesi në sytë e publikut, po njihja një sukses të ri. Jo rehat, por atë ndjesin që të mbyt, që nuk të lë të lirë. Një dhuratë që i bëja vetes time. Jeta ka mënyrën e vet për treguar se duar trokitjet e audiencave të mëdha ishin zëvendësuar me ato të fëmijëve të mi. Ne nuk jemi në këtë jetë për të qenë të përsosur, nëse thyemi të ringrihemi më të fortë në kërkim për suksesin. Këshilla ime është të mos humbisni dritën tuaj. Unë kam zgjedhur të jetoj jetën time dhe jo pritshmëritë e të tjerëve. Ndoshta kjo është forma më e pastër e guximit, ka thënë Arbana.